Kryetaria e qytetit të Tetovës Teuta Arifi sot në hapësirat e komunës së Tetovës zhvilloi një takim me drejtorin e Departamentit Amerikan të Shtetit për Europën Qendrore dhe Jugore, Jonathan Moore. Po ashtu kryetaria Arifi informoi drejtorin e Departamentit Amerikan për Europën Qendrore dhe Jugore, John Moore, për hapa që duhet të ndërmerren me qëllim të realizimit të vizionit për zhvillimin gjithëpërfshirës ekonomik të Tetovës. Biseduam për çështjet e bashkëpunimit dhe mundësitë e bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në nivel të komunave. Për mua është e rëndësishme, veçanërisht që zoti Moore më siguroi që bashkëpunimin që kemi pasur gjithmonë edhe në nivelet e tjera ku kam punuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta vazhdojmë edhe më tutje, si dhe biseduam për mundësitë e bashkëpunimit në nivel të komunave me përfaqësues në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo që është e rëndësishme është që ky vend mbetet si gjithmonë partneri ynë i madh strategjik dhe në të njëjtën kohë këtë partneritet ne do ta bëjmë konkret me programe konkrete për zhvillimin e komunës së Tetovës. Gjatë takimit u bisedua për shfrytëzimin e potencialeve të mëdha natyrore, ekonomike, kulturore dhe intelektuale të Tetovës për ta transformuar në qendrën urbane të jetës kulturore, ekonomike dhe sociale të integruar në zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare.